o ju musliman, e këshilloj veten dhe ju që të friksohemi Allahu Gjelle Gjelaluhu, sepse frika ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala është ajo e cila i dhuron besimtarit suksesin e kësaj bote dhe botën tjetër. Sot me lejen Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe me pëlqimin e tij do të qëndrojmë së bashku me një temë e cila është tema më e madhe. Me Allahun. Kjo është tema e fitve sonë. Allah. Ky emër nga emrat më të lartë të madhërishmit. Madje emri më i madh i tij tek disa prej dietarëve. Emër të cilin e përmend më së shpeshti Kur'ani dhe Suneti. Allah, emri më i përhapur i Zotit, të cilin e shqiptojnë njerëzit dhe krijesat edhe pse kanë gjuhë të ndryshme. Allah, ky emër i cili tregon qenien madhështore, që përmban cilësitë e adhurimit dhe zotërimit. Ky është një emër që i përket vetëm Zotit, nuk shqiptohet për askën tjetër dhe askush nga krijesat nuk e pretendon atë. Allah, emër i Allahut të cilin e adhurojnë, e falenderojnë dhe e madhërojnë krijesat, e madhërojnë dhe lartësojnë atë qiell, toka dhe çfarë ka në to, nata dhe dita, njerëzit dhe gjindët, toka dhe diet dhe deti. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'an, ata e madhërojnë çfarë ka në qiell dhe në tokë, toka dhe çfarë ka në to, nata dhe dita, njerëzit dhe gjindët, duke i lavdëruar, po ju njerëz nuk e kuptoni madhërimin që i bëjnë ata, ai me të vërtet është i butë dhe falës. Allah, një emër i ndërtuar nga shkronja të lehta, të cilat i shqipton fëmia i vogël dhe i huaj i posafutur në Islam, sido që ta lakosh këtë emër, përsëri ai do të kthehet në kuptimin e adhurimit dhe të adhuruarit, post të cilit nuk ka tjetër. Allah është Zoti të cilin e adhurojnë zemrat, tek i cili prejnë shpirtrat, ai të cilin dashuria kërkon ta gjejë, përmendja e të cilit e do dhe kënaqet. Për të ka nevojë të gjitha krijesat, në çdo moment, në çdo çast, për çdo të vogël dhe për çdo të madhe, për të tashmen dhe për të ardhmen. Ai është i cili i filloi ata dhe do t'i kthejë ata. Ai që i shpiku dhe kujdeset për to. Ndaj dhe ato e besojnë, e pranojnë dhe kanë nevojë për të në të gjitha çështjet e tyre. Nuk ka krijesë, vetë se ndihen se Allahu e ka rrethuar ato me mirësi dhe negativë të shumta. Ndaj dhe është vërtet një merit që zemra e njeriu të drejtohet për tek Allahu i lartësuar me dashuri, përgjërim dhe madhështi. Nga kuptimet e emrit Allah është Zoti të cilin adhurojnë zemrat dhe tek i cili prehen shpirtrat, ndaj dhe dashuria është një kuptim që gjendet në lidhjet midis krijesës dhe krijuesit. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'anin famëlar: Ja ejuhalladhina amanu men yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. O besimtar, nëse ndokush prej jush praktis besimin e tij, dijeni se Allahu do të sjellë një popull që i do dhe e duan atë. Kështu që Allahu i do robrit e tij, të cilët e duan dhe i bindën atij, të cilët i përmbahen urdhave dhe ligjeve të tij. Ndaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e ka konsideruar dashurinë Allahut nga gradat më të larta, për të cilat përpiqet të arrijë zemra e besimtarit. Ai ka thënë: nëse dikush ka tre cilësi, do ta shijojë ëmbëlsinë e besimit, nëse është Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur se çdo gjë tjetër. Ta dojë si kënd vetëm për hir të Allahut dhe të urrejë të kthehet në mohim, në mosbesim, ashtu sikurse pasi Allahu e ka larguar dhe e ka shpëtuar prej tij, ashtu sikurse urren të hidhet në zjarr. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë orbitën e arritjes së ëmbëlsisë së besimit në kuptimin
të cilat lidhen të gjitha me dashurinë. Ndjenja e dashurisë është një ndjenjë e fryrshme dhe e pashteshme të cilën e ndjen besimtari për Allahun Zotin e tij, njëkohësisht duke shpresuar prej Zotit të tij që ta dojë, dhe atë që e do Allahu, atëherë mos ki frikë për të. Ndërsa duhet ta dimë se atë që e do Allahu Gjelle Gjelaluhu, ai do të ketë në dyja vetë se gëzim, hare, kënaqësi dhe lumturi, ndërsa çështja e tij gjatë vdekjes dhe në botën tjetër do të jetë më e mirë dhe më e këndshme, sepse Allahu nëse e do t'i kënd, atëherë e ngren pozitën e tij në xhenet dhe afron atij sa më pranë vetes së tij. Nga kuptimet e emrit Allah është dhe madhështia e qenies së tij, cilësive, emrave dhe krenarisë së tij, atë nuk mund të arrijnë ta përfshijë dot mendjet, dhe as që mund të shkojnë tek madhështia e tij hamendjet. Ndaj dhe për këtë logjikat e madhrojnë, sepse Allahu është i pari pa fillim, është i fundit pa mbarim, është i shfaquri mbi të cilin nuk ka asnjë tjetër. Është i fshehuri në të cilin nuk ndodhet askush tjetër. Vërtet ai posedon atë madhështi dhe krenari e cila nuk mund të përfiturohet dhe as që mund të llogaritet e të mendohet. Për Allahun në horizont ka aq shumë argumente sa ndoshta ke më e vogla e saj është udhëzimi yt. Vetëm në qenin e njeriut ka aq argumente të tij sa që habia s'do të reshtej nëse do t'i shihte ato syri. Gjithësia është e mbushur me aq shumë të fsheta sa që përpjekja për t'i shpjeguar vërtet do të mundonte. Allah është Zot i adhuruar, tek i cili drejtohen sinqerisht me zemrat dhe adhurimet e tyre besimtarët. Ashtu si thot Allahu Gjelle Gjelaluhu për ta në Kur'an: Kul inna salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul mu'minin. Thuaj, namazi im, kurbani, sakrifisa ime, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht vetëm për Allahun. Nuk ka të adhuruar tjetër bashkë me të. Me këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i cili nënshtrohem këtij gjykimi. Fjala e parë, me të cilën njeriu hyn në portën e Islamit, me të cilët ngjit shkallët e njohësimit dhe që ngritet në pjetestaret e adhurimit, është fjala La ilaha illallah. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut. Fjalë e cila shpreh dhe përmban emrin më të madh dhe e cila urren dhe mohon çdo kënd i cili pretendohet se është i barabartë me Allahun fuqiplot. Njeriu është i krijuar nga vetë natyra e tij që ta adhurojë dikënd. Në zemrën e tij ka çrregullime, shpërqendrime dhe nevojë të domosdoshme për këtë adhurim. Kështu që njeriu ose do të adhurojë Allahun, Zotin e tij, duke ecur kështu rrugës së drejtë, në për të cilën ecën e gjithësia përreth tij, ose do të adhurojë dikën tjetër në vend të Allahut, i cili do t'ia shkatërrojë fenë dhe jetën e tij. Pamjet e idhujtarisë. Pamjet e idhujtarisë kanë qenë të hershme, ku njerëzit adhuronin gurët dhe bemët, duke urdhëfyer apo shpresuar prej tyre në vështirësi. Këto pamje të hershme të idhujtarisë vazhdojnë edhe sot e kësaj dite në shumë vende. Ato hapen në mesin e ignorancës dhe propagandës. Ndodh që mund të gjesh ndonjë profesor me gazë shkencore në detajet e biologjisë apo astronomisë, person me intelekt të lartë nga ana e materjes, por që nga ana tjetër e gjen në ndonjë faktor të gjunjëzuar
dhe të krusur përpara një idhulli apo tempulli, të cilin ndoshta e ka gdhendur dhe s'ka nisur me dorën e tij, dhe që në fund mban ndoshta dhe datën e prodhimit, prodhuar në Japoni në vitin 1910. Ky lloj adhurimi mund ta fusë njeriu në dorë, nëse ai nuk i jepet pas adhurimit të Allahut, mund ta çorientoj atë dhe i lën si pasojë shqetësimin, stresin, dobësinë dhe pasigurinë në jetën e tij, ashtu si thot dhe Allahu xhelle xhelaluhu, darab Allahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Dëgjoni këtë shembull që ka sjell Allahu. Janë dy njerëz, njëri i cili ka shumë bashkëpronar që e kundërshtojnë njëri tjetrin në kërkesat e tyre, ndërsa tjetri ka vetëm një pronar, të cilit i përkushtohet, a janë të njëjtë ata në krahasim. Besimtari muslimani adhuron Allahun, një, Zotin e vërtet, atij e atribon të gjithë mundin, të gjithë adhurimin, atij e drejton të gjitha lutjet, të gjitha kërkesat, ndërsa jo besimtarët i gjën të orbatur sa andej, këndej, sa tek varret, tek fallxorët, tek magjistarët, tek horoskopi. Poj sa të duash dhe shpik sa të duash, sepse në të gjitha orbaten ata të cilët janë larguar nga adhurimi i Allahut. Allah është emër i cili thërritet pa ushqyer prej tij asgjë. O Allah, nga të gjithë besimtarët, ata që dinë të shkruajnë dhe ata që nuk e dinë, nuk ka kënaqësi për zemrën, nuk ka lumturi dhe as gëzim, vetëm nëse e bën Allahun Zotin dhe përmuesin tënd, atë që ti adhuron dhe atë ku përfundojnë të gjitha qëllimet e tua. Prej ti kërkon ndihmë. Tek ai është strehimi nga e keqja e çdo gjëje. E gjithë çështja është vetëm e dia. Për të është falënderimi, i tij është sundimi, e gjithë e mira është në duart e tij dhe njerëzit asnjëherë nuk do të kenë mundësi ta mëdhërojnë atë ashtu sikurse duhet. Vërtet ai është sikurse e ka mëdhëruar dhe lartësuar vetveten e tij. O ju musliman, e thash se që dëgjuat, i kërkoj Allahut falje për vetë dhe ju kërkoni falje se Allahu është falës.